Ukrainës. Shkurtimisht, Arlind, çfarë po ndodh? Kanë vjuar sulmet e Ukrainës në drejtim të Rusisë pas goditjes së djeshme në Shën Petersburg dhe a ka përpjekje për një rifillim të negociatave mes dy shteteve? Ishte domethënë sulmi Ukrainës dje, ku në 2 episode dha një mesazh shumë të fortë Rusisë, Moskës dhe vetë Vladimir Putinit, i cili priste të udhëhiqte dhe të priste zyrtar të nivelit lartë shtetëror në Shën Petersburg në kuadër të forumit ekonomik shtetëror që është një Davos rus i Vladimir Putinit, ku kryesisht pret aleatët e tij. Sulmet edhe gjatë ditës së sotme kanë vijuar, raportohen disa të tilla në Simferopol në Krime, ku ukrainasit kanë shkaktuar me sulmet e tyre 3 vdekur dhe 7 plagosur sipas autoriteteve dhe burimeve lokale. Në të njëjtën kohë raportohet se 2 persona janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur si pasojë e bombardimeve ruse në Kherson. Pra, rusët kanë vijuar fushatën e tyre të bombardimit me drone dhe raketa. Forcat ajrore ukrainase kanë thënë gjatë mëngjesit të sotëm se vetëm gjatë mbrëmjes së djeshme dhe deri në mëngjesin e sotëm, kundërpërgjigja ndaj sulmit në Shën Petersburg ka qenë në këto nivele, me gati 300 drone të hyrë në territorin Ukrainas për të sulmuar dhe një raketë balistike Iskander e lëshuar nga ushtria e Vladimir Putin, që vijon kundër përgjigjen siç thanë dje dhe zyrtarët Kremlinit, që do të vijojmë me atë se çfarë kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Ukraina merr aksione apo operacione specifike si ky që pam në Shën Petersburg përsipër, por ne do të kemi një kundërpërgjigje sistematike në kuadër të operacionit luftarak, luftës, siç e quajnë rusët këtë ndërhyrje dhe këtë agresion në Ukrainë, për të vijuar më tej me të njëjtën formë. Sa i takon përpjekjeve, Bloomberg sot raporton për një iniciativë, një përpjekje të Gjermanisë, të Francës dhe të Britanisë, të cilat po bashkëpunojnë me Kievin në backstage, në prapasken, për të hartuar plane specifike, plane konkrete që mund të çojnë drejt rifillimit të negociatave me Moskën për përfundimin e luftës. Kemi parë apele të ditëve të fundit të Zelenskit drejt aleatëve evropian, sidomos në aspektin militar, për ndihmën që kërkon ai në mbrojtjen ajrore, diçka e shpesh drejtuar amerikanëve dhe evropianëve kohën e fundit. Nuk ka, le të themi, detaje specifike që na çon drejt një drafti apo drejt ideve konkrete mbi të cilat po punojnë anglezët, francezët dhe gjermanët me Kievin zyrtar, por është një hap domethënës, sepse kemi të bëjmë me një periudhë stagnacioni, periudhë ku nuk ka as impulsin më të vogël se diçka po ndodh, pra të dy palët po afrohen drejt një rrugë negociatash, ka vetëm ndoshta deklaratat her pas hershme, por që nuk thon asgjë për një marrëveshje finale që do të jepte fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Tjetër zhvillim domethënë sa i takon le të themi aspektit diplomatik dhe politik të rrugës së Ukrainës dhe të ardhmes së saj është ajo se çfarë presidenca e Kipros, presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian ka njoftuar gjatë ditës së sotme. Ajo thotë se ka nisur përgatitjen për hapjen zyrtare të grupit të parë të negociatave për antarësim të Ukrainës, përfshirë dhe Moldavin, po për Ukrainën është lajmi më domethënës në kuadër të integrimit të saj dhe rrugës drejt Bashkimit Evropian. Kështu që këto janë 2 lëvizjet më domethënëse, 2 lajmet më domethënëse sa i takon aspektit politik dhe rrugës për të ardhmen të Ukrainës drejt integrimit të saj drejt Bashkimit Evropian, po ndërkohë edhe përpjekjeve për të dhënë fund luftës me partnerët e saj. Faleminderit Arlind për gjitha këto informacione në mënyrë të zgjeruar që na përcolle. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.